Autoritetet evropiane kanë intensifikuar fushatën e tyre kundër rrjeteve të narkotikëve të lidhura me Ballkanin në një nga operacionet më të rëndësishme ndërkufitare në vitet e fundit. Një seri kontrollesh të koordinuara në të gjithë Gjermaninë dhe një sekuestrim paralel i kokainës në Spanjë kanë ekspozuar shtrirjen e gjatë, sofistikimin operacional dhe thellësinë financiare të ashtu quajturit kartel ballkanik, një konsorcium i lirshëm por i fuqishëm i grupeve kriminale të lidhura kryesisht me Ballkanin Perëndimor. Operacionet nxjerrin në pas se si shërbimet evropiane të sigurisë po përshkallëzojnë përpjekjet për të ndërprerë tubacionet gjithnjë më agresive dhe të globalizuara të kokainës që shtrihen nga Amerika Latine në tregjet e BE-s. Operacioni transnacional i njoftuar më 11 dhjetor bashkoi agjencitë e zbatimit të ligjit nga Gjermania, Bosnia dhe Hercegovina, Austria, Kroacia dhe Serbia me Europolin që luante një rol qendror koordinues. Agjencia Shtetërore e Hetimit dhe Mbrojtjes së Bosnjës konfirmoi se 3 të dyshuar ishin arrestuar dhe miliona euro në asete ishin sekuestruar pas muajsh mbledhjeje inteligjencë dhe planifikim operativ. Shkalla e bastisjeve që përfshinte 45 banesa, prona tregtare dhe automjete, ilustron madhësinë e infrastrukturës logjistike dhe financiare të kartelit brenda BE-s. Operacioni në Gjermani simbolizon kulmin e shkëmbimit të inteligjencës dhe mbikëqyrjes së përbashkët midis agjencive evropiane të sigurisë. SIPA vuri në dukje se oficerët e saj kontribuan me të dhëna kritike, analiza dhe koordinim në terren, veçanërisht në lidhje me lëvizjen e objektivave me vlerë të lartë që besohet të jenë figura qendrore brenda kartelit ballkanik. Europol i përshkroi individët e arrestuar si objektiva me vlerë të lartë, një përcaktim i rezervuar për organizatorët kryesorë, largimi i të cilëve mund të prishë ndjeshëm zinxhirët e furnizimit kriminal. Më shumë se 500 oficerë u mobilizuan për ofensivën, duke nënvizuar kompleksitetin e operacionit dhe rrezikun që paraqiste një rrjet kriminal, gjithnjë më i militarizuar dhe i rrënjosur thellë. Autoritetet konfiskuan rreth 5 milion euro në asete, duke përfshirë para të gatshme, bizhuteri, pasuri të paluajtshme dhe automjete luksoze. Sekuestrimi përfshinte gjithashtu një armë zjarri të mbushur, pajisje elektronike, të dhëna biznesi dhe dokumente të tjera që pritej të ofronin një uri më të thella mbi arkitekturën e pastrimit të parave të grupit. Arrestimet janë pjesë e një vale më të gjerë veprimesh të ndërmarra gjatë viteve të fundit, ndërsa agjencitë në të gjithë Evropën janë përpjekur të luftojnë ndikimin në rritje të kartelit. Europol ka paralajmëruar për më shumë se një dekadë se grupet me bazë në Ballkan, të cilat dikur konsideroheshin thjesht letësues të nivelit të ulët, kishin evoluar në lojtarë të fuqishëm, të aftë për të menaxhuar rrugë komplekse furnizimi, për të vendosur sisteme komunikimi të koduara dhe për të pastruar fitimet përmes bizneseve legjitime. Karteli ballkanik, një term i gjerë që i referohet rrjeteve të shumta nga Serbia, Bosnia dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kroacia dhe shtetet të tjera në të gjithë Ballkanin Perëndimor, është bërë një nga furnizuesit më dominues të kokainës në Evropë. Operacionet e tyre shpesh përfshin dërgesa me më shumë tonë të furnizuara nga prodhues kolumbian, peruan dhe ekuadorian. Grupet kanë fituar një reputacion për strategji biznesi të pamërshirshme, logjistikë të besueshme dhe disiplinë të brendshme të forcuar, karakteristika që i kanë mundësuar atyre të konkurrojnë dhe nganjëherë të lënë në hijet familjet e krimit të organizuar italiane dhe spanjolle të themeluara prej kohësh. Sipas hetuesve, i dyshuari kryesor i arrestuar në Gjermani është një banor me origjinë nga Ballkani Perëndimor, i njohur nga autoritetet për përdorimin e një logoje dalluese të kokainës për të markuar ngarkesat e tij, një nga markat tregtare të kartelit që synon krijimin e qëndrueshmërisë, besimit dhe frikësimit brenda tregut të narkotikëve. Markimi i kokainës është bërë gjithnjë më i zakonshëm midis grupeve kryesore të trafikimit, duke u lejuar atyre të garantojnë nivele pastërtie për blerësit, të vendosin kontroll territorial dhe të kultivojnë reputacion që i pengon rivalët. Autoritetet besojnë se ky i dyshuar dhe bashkëpunëtorët e tij koordinuan lëvizjen e kokainës nga Kolumbia në qytetet portuale evropiane, ku droga do shpërndahej më pas përmes rrjeteve të gjera që përfshinin Gjermaninë, Austrinë, Spanjën dhe Ballkanin. Grupi mbështeten në logjistikë të specializuar, financues të aftë për të pastruar miliona dhe ndërmjetës që negocionin me prodhuesit e Amerikës së Jugut dhe shitësit me shumicë evropian. Po atë ditë që u njoftuan mbastisjet gjermane, Ministria e Brendshme e Serbisë zbuloi se policia spanjolle kishte arrestuar 17 anëtar të një rrjeti të veçantë, por të lidhur të trafikut të drogës. Operacioni i kryer me mbështetjen e Europolit dhe autoriteteve në Kolumbi dhe Sloveni rezultoi në sekuestrimin e 1.1 ton kokainë, një nga sasitë më të mëdha të sekuestruara në Evropë këtë vit. Midis të arrestuarve ishin 8 shteta serb, që besohet se kanë luajtur role kritike në organizimin, marrjen dhe ruajtjen e dërgesave të kokainës, të transportuara me det nga Kolumbia. Ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić
Deklaroi se grupi siguroi pajisje dhe mbështetje logjistike për të siguruar mbërritjen e qetë të dërgesave dhe më pas bashkëpunoi me grupet kriminale spanjolle për të shpërndarë drogën në të gjithë vendin. Përveç arrestimeve, autoritetet vendosën ndalime udhëtimi për një shtetas tjetër serb, 3 shtetas sloven dhe 1 bullgar të lidhur me rrjetin. Goditja pasqyron një trend më të gjerë. Trafikantët ballkanas janë përfshirë gjithnjë më shumë në ekonominë e drogës në Spanjë, veçanërisht në rajonet portuale si Cadiz, Valencia dhe Barcelona, ku portet e mëdha dhe rrugët e vendosura të kontrabandës ofrojnë terren pjellor për operacione të paligjshme. Të dy operacionet zbuluan prova të konsiderueshme të pastrimit të parave, një komponent thelbësor i trafikut modern ndërkombëtar të drogës. Hetuesit zbuluan se rrjetet përdornin kompani fiktive, investime në pasuri të paluajtshme dhe transaksione ndërkufitare pronash për të fshehur origjinën e fitimeve nga droga. Automjetet luksoze, bizhuteritë dhe pajisjet elektronike tregonin më tej një kompani të paligjshme të projektuar për të errësuar gjurmët financiare, duke u lejuar udhëheqësve kriminal të vepronin në maskën e sipërmarrjes legjitime. Ekspertët thonë se aftësia e kartelit ballkanik për të integruar fondet kriminale në sistemin financiar ligjor të Evropës paraqet rreziqe ekonomike afatgjata. Për te minimit të sundimit të ligjit, futja e kapitalit të paligjshëm në sektorët e pasurive të paluajtshme dhe të biznesit të rrit çmimet shtrembëron konkurrencën dhe rrit rreziqet e korrupsionit. Operacionet e sinkronizuara në Gjermani dhe Spanjë dërgojnë një sinjal të fortë se autoritetet evropiane po përshpejton reagimin e tyre ndaj krimit të organizuar të lidhur me Ballkanin. Megjithatë, arrestimet nxjerrin në pa edhe shkallën e sfidës. Rrjetet e kartelit ballkanik mbeten të gjera dhe shumë të adaptueshme, të afta për të ridrejtuar dërgesat, për të rekrutuar korrier të rinj dhe për të rindërtuar infrastrukturën dhe përmes ndërhyrjeve të mëdha policore. Megjithatë, zyrtarët e Europolit mbeten optimistë se bastisjet e koordinuara të ndërtuara mbi vite të tëra shkëmbim inteligjence përfaqësojnë një pengesë të rëndësishme për kartelin dhe forcojnë themelet për operacionet e ardhshme ndërkufitare. Ndërsa Evropa vazhdon të përballet me rritjen e konsumit të kokainës, konkurrencën kriminale gjithnjë më të dhunshme dhe përfshirjen në rritje të grupeve ballkanike në zinxhirin e furnizimit të Amerikës Latine, operacionet e fundit shënojnë një fitore të rëndësishme, megjithëse të pjesshme. Nëse ky moment mund të mbahet, do të varet nga bashkëpunimi i vazhdueshëm ndërkombëtar dhe presioni i vazhdueshëm mbi rrjetet financiare që e mbajnë kartelin e Ballkanit në biznes.